Rama. Gjasat janë reale që Kosova shumë shpejt do të bëhet pjesë e familjes së madhe evropiane të futbollit UEFA, që do të thotë se gjasat janë reale që Kosova të ketë përfaqësuesen e saj në garat ndërkombëtare, e po ashtu që ekipet e Ligës së Kosovës të shpërthejnë bllokadën e gjatë mbi 25 vite. Informacionet e tilla optimiste kanë ardhur nga një takim i UEFA-s në Malta, ku kanë marrë pjesë edhe Federata e Futbollit e Kosovës, e kryesuar nga kryetari i federatës zoti Fadil Vokri, të cilin e kemi sonte të ftuar në komitet. Me Vokrin, përveç për aktualitetin, do të bisedojmë edhe për të kaluarën e tij si futbollist. Vokër, a Fadila, si më të drejtu po. Kur e keni fillu karrierën e juaj si futbollist? Ju përshëndes, faleminderit për ftesën, karrierën si çdo i ri. Okej. Dikun, po jo si të ri të sodit, sepse këta fillojnë shumë më herët. Po. Dhe ne në atë kohë, nuk fillu si shumë vonë, 5-16 vjeçor, mirë po në ish Jugosllavi, se kiti përcjell dhe jo, atëherë sportet kolektive kanë qenë ato cilat mas shumë dhe kanë tërhequr rinin dhe fëmijët, e në atë kohë edhe mu po ashtu, do më luajt edhe handball dhe basketball edhe po të kolektive, dhe shumë vonë, do më kjo është për kohët e sodit, me fillu me 5-16 vjetë me lujt kështu... Po se s'ke lujt grup mosha ma të vogël? Jo, junior, do më para juniorës ka pas vetëm për maholla dhe mendoj që edhe sot mungon ajo luj që shumë pak o fëmijë që luajnë për maholla apo në për rrugë. Ka qenë ekipi parë? Ekipi parë Llapi e Podujevës, do më si 16-17 vjeçar junior, pastaj në ekip parë, pastaj kom shku në kombinatin zyrtar energjetik atë kohë, kthejmë Kosovë Obiliqit, pastaj prapë jam kthyer në Llap, në 80-ën jam marrë në Prishtinë. Si kujtoni momentin kur Prishtina ka kalu prej Ligës 2 në Ligën e parë? Prishtina ka pas shumë probleme në të kaluar para, domthonë na kemi hyrë në 82-83 sezona kur ëndrat u bën realitet të shumë gjeneratave dhe dy ndeshje domthonë të kualifikuese nda asaj kohe Prishtinë gjeneratat e mëhershme të Prishtinës ku kanë dështu në kualifikime për të inkuadruar në Ligën e parë të ish Jugosllavisë, pastaj inkuadrimi i Trepçës si ekipi i parë nga Kosova, mirë po ajo nuk zoti shumë zoti një vjet. Pastaj duhet të përmendur që struktura edhe udhëheqëse e asaj kohe klubit të Prishtina, shumë pak ka pasur lojtar vendas të Kosovës dhe për të ndryshuar kjo është dashur të bëhen disa ndryshime në udhëheqjen e klubit dhe mendoj që këtu është ai çelësi kyç kryesor i sukseseve më të tjeshme të Prishtinës, ku kanë ardhur profesor Nazmi Mustafa, pastaj Sadik Vllasaliu, Bajram Tmova, me gjithë sylla, mos të harroj dikon Nexho Pupovac, dhe këta e kanë marrë Ismaili si bord, dal nga dal, është bo një mazhorancë shqiptare në atë kohë, edhe aty ka fillu, dhe pastaj në vitet 80-ta me profesor Nazmi Mustafën, kur ka orë në kryet klubit, kemi orë Fadil Muriqi një vit ma para, une Fevzi Rama i ndirë, që ka qenë i pamundur, sepse 80% e efektivit apo e të lojtarëve të Prishtinës kanë qenë nga jashtë. Edhe ajo ju hakmor edhe Prishtinës në 2 kualifikimet që nuk mund të fitonin të drejtën për arsye të ndryshme, dhe kur atëherë, kur me thonë boshti i ekipit është bo me lojtar kosovar, më të them 7-8 në ekipin e parë, atëherë edhe motivimi ka qenë ndryshe, duke mos harruar edhe peripetitet edhe të nishit, sepse ka mundur letë që Prishtina të shkojnë në ligën krahinore të asaj kohe. Pas demonstratave gjithë popullore në 81-ën, ne gjysmën e kampionatit e kemi luajtur si vendas në Kragujevec. Po, për shkak të preventivës mas më demonstrata janë mas më dal shikues si demonstruar. Po, suspenduam domthonë këtë klubet e Kosovës. Dhe kështu na kemi pas shumë vështirësi. A ju përcjell këtë dikush në Kragujevec, sa vikën ai kush më u kqyr? Pak viki me këshyr, po nuk ishte edhe motivi, po a ne u dushëm të fitonim ndeshjem të mbjetojmë.
për ligën e dytë të Jugosllavisë. Dhe një vit prapa, pastaj në 82-83 na arritëm qëllimin me hyrë ligë të parë, mirë po në qoftë se do të bëjmë me neve, sikur na të bishëm pe ligës në 81-shin, domthonë gjitha klubet kosovare ka qenë edhe Trepça, ka luajtur Kraleva dikon, Nan Kragujevc dhe e përfunduam disi. Po, jo çka po suspendu krejt manifestimet sportive, kulturore që mos më pos grumbullim të shikuesve. Cili ka qenë ai kontributi ju? A keni qenë lojtar standard po besoj në këtë periudhë aty edhe njëri kyç ndoshta prej. Cili ka qenë kontributi ju me golla kështu për me hin? Po me golla në atë sezon më duket se nuk jam shumë fan si statistika dhe nuk edhe shumë pak kam edhe xhirime siç bojnë sot, se sot teknologjia ka përparuar. Kështu që sot është lehtë të gjenden edhe xhirimet edhe mirë po, më duket që 16 golla i kam dhënë në ligën e dytë, kur në atë vit kur kemi fituar të drejtën që të garuem në ligën e parë të Jugosllavisë. Dhe sezonin e ligën e parë filloi në 82-ën. Në 83. Në 83. Qershor. Në qershor. 82-83, zakonisht kemi atë kalendarin sportiv që fillon në korrik dhe përfundon në qershor, dhe mund 82-83 ai vetë është... E kur u kthyn lojt prapë në Prishtinë, domethënë për shkak gjendjes, në cilin periudhë u kthyn? Me njëherë në 82-ën, veç gjysa e sezonit se ne kishin mbetë shumë ndeshje të pazhvilluara. Dhe tash Nan Kragujevc është shumë si një koqer. Po. Kështu që ne kur shkonim atje, rrinim ka një muaj. Nëse kishe thonë që dikush, kush e kon i pari që të ka thonë që din me lujt mirë futboll, Fadil? Qa ta mërmenja? Kush e kon shtysa? Dëgjom tash unë rrjedh për një familje sportive ku kanë luajt dy axhallor, baba imi ndjeri ka luajt futboll po ashtu, edhe pastaj ka pas një lëndim trond dhe s'ka mujt me vazhdu, kurse axhallorët, pastaj edhe vllai im gjithë kena luajtur futboll, kështu që paka shumë ambienti ka qenë i tillë që nuk kemi mund të shkojmë që tërka. Filli herë te Liga parë, ku është Prishtina, ndoshta është mirë me bë një digresion unë për shikuesin që nuk kam kurrë informate për atë periudhë, për historinë e futbollit të Kosovës. Kështu që sa vjet ka qëndru, po ndoshta është më mirë edhe për shikues për shkak se janë një gjenerat më e re që nuk din shumë për atë kohë. Sa vjet qëndroi Prishtina në ligën e parë të Jugosllavisë? Po unë tash besën se po biseduhet edhe pak për karrierën time kur komon 80-ën, domthonë 83-ën kemi hyrë në ligën e parë të Jugosllavisë, pastaj në 86-ën nuk kam shkuar në Partizanin e Beogradit. Prishtina kanë lodhur 87-88. A ti pas ke shku para si me? Po, domthonë çatëherë filluam na disa lojtarë me mush, disa lojtarë s'kishin më çam i dhon sigur rasti im, që ishte domthonë ndonjëherë të i kaluan ato... Po të klubi asune s'kisha qa mi dhonë, po klubit edhe klubi s'kish mu qa me marrë për mi. Sa vjeçar ke qenë atë kohë, Fadil? 26. 26, po. Okej. Si ndodhi kalimin në Partizan Beogradit? Po, Partizan Beogradit, sigurisht që këta në gjeneratat pak ma nku e din dhe majnë men që Partizani ka qenë një klub i hapur dhe gjithmonë ka pas shqiptarë. Duke fillua pejze në Mbrovinës, Luan Prekozi, Faradin Jusufi është Goran, mirë, po me gjithate është i Kosovës. Pastaj, thash Zenombrovina, Luan Prekozi, Gjevat Prekozi, pastaj Kujtim Shola, unë, Isa Sadriu. A ka qenë ekipi i Armatës, paka shumë? Në fillim i Armatës, mirë, po me gjithate ka qenë ma i hapur. Po. Se sa Zvezda, për shembull, ose disa klube tjera në republika tjera të Jugosllavisë. Dhe një Partizani para hyrjes së Prishtinës në ligën e parë, mund të them praktikisht që dikun ka 80% e popullatës Kosovës ka simpatizuar për Partizanin. Mu për këtë këto shkaqe që i përmenda, domthonë gjithë ka pas në çdo periudhë lojtarë shqiptarë në Partizan edhe kjo ka qenë arsyeja që... A pas oferta, kanë kërku në ekipe tjera? Po, Dinamo Zagrebit, për shembull, në çdo ku... Po, dhe qëta...
Unë e ceka arsyen parë edhe e dyta disim Beogradi më afër Prishtinës. Edhe ajo ka qenë një ndër arsyet, mirë po tash se tash u bu edhe shtirë edhe me fol, po me gjithatë unë si fëmijë kom qenë simpatizues i Partizanit Beogradit, sikur se e ceka e shqiptarëve. Po të kanë qenë prekazët, ka lujt mirë. Po, për arsyet që sot pe i përmend. Ka lujt rol atko kontratat që ta ka ofru klubi, a ka qenë ajo vendimtare, për shembull sa pare po i merr prej Ka qenë, edhe ajo është këshyrë, domethënë nuk mund të neglizhohet ona financiare apo ekonomike, mirë po nuk ka qenë vendimtare, mirë po unë i ceka këto arsyet. Afërsia, klubi, Ndryshe për Shqipënisë kohës komunizmit, tu ka pas dallim klubi për klub edhe në atë kohë është bo dallimi me paga, me targa mes klubit. Lojtarët e mirë Po, absolut, pagat kanë qenë fenomenale. Nuk them se në sozat sodit, sepse dihet tash drejta televizive tjetër, marketingu nuk mund të krahasohet, mirë, po megjithatë, për atë kohë, nëse ofse marrëm shoqërinë dhe standardin e njerëzve të jetesës në atë kohë, sigurisht që ne kemi qenë të privilegjuar edhe në drejtim. Edhe sot e kësaj dite përmendet me pas pare si Gjajiqi, një prej lojtarëve të famshëm të asaj kohe. Ka pas pare në futboll. Po, sigurisht, mirë po nuk krahasohet me sot, mirë po megjithatë lojtarët që tash unë fatkesi që do të them tash, po tash me lojtarët sot si paguën në Kosovë, ndoshta është edhe keq ka njëherë mendoj edhe si kryetari i federatës, si është e mundur që futbollist të vinë në këtë gjendje, duke marrë parasysh skamjen edhe në gjitha drejtimet, po mirë, po kjo është realiteti jonë, dhe mendoj që futbollistët sot shpaguhen shumë pak. Cila është, Fadil, cila është ndeshja që e mbon men mas shumë ti? Cila është? Këtu është pa dyshim sepse me Lirinë në Prizren. Me Lirinë në Prizren? Po. Kush? Prishtina me Lirinë? Prishtina me Lirinë vitin 82-83. A, për kalim në... Po, kjo ka qenë 3 ndeshje, kjo ndoshta është paradoksale, po më dhëmë. A ishte dhe Liria kandidat për... Jo, Liria ishte kandidat me Ropi Lige. Dhe... Nuk më ishim janë shu kërkush kërkujna. Ja, heq fare, dhe më thonë, edhe ka pos tendenca, biseda... Politike? Ja, po edhe politike, sepse krejtë Kosova ka dëshiru që Prishtina të... Me hin ligë dhe me nga përfaqësua, si që nga ka përfaqësua. Po tash me kalimin e kohës dhe të viteve, nuk mund të akuzosh as Lirinë, sepse... Edhe ata për Po, për me betë mirë, po me gjithat mendoj që ka qenë ndeshja me vështirë, që kur nuk e harroj, edhe tash i kryen të me gjitha ato vështirësi që i kemi pas anën këmbë Jugosllavisë, sepse edhe Liga e dytë e Jugosllavisë ka qenë shumë e fortë, dhe ne i kryem gjitha ato me sukses dhe vim 3 ndeshje para fundit, dhe dështuajmë vendin tonë, ajo ka qenë, nëse do të kishim dështua, ajo ka qenë e pakuptim për shumë njerëz, e ndoshta edhe shumë njerëz jashtë Kosovë, ata kanë marrë si punë të kryeme që në lojën tonë me Prizren, ajo ka qenë ndeshja më e vështirë. Sa përfundoi ndeshja? E Prishtinës dhe fituam 2-0. Dhe unë kom qenë i lënduar 2 javë përpara në Krushevc, dhe ajo ka qenë ndeshja më e vështirë, mirë po unë kur nuk do të harroj prej Prizreni deri në Lipjan dikon. Krejt rrugës kanë qenë me shikues dhe simpatizues njerëz thjesht që edhe që s'kanë këshyrë futboll. Ju kanë përsjellë në radio atë. Po rrugëve, 2 onë të rrugës kanë qenë për plot njerëz derisa kemi orë në Prishtinë në Hotel Grand. Ajo ka qenë kënaqësia më e madhe. Mendoj unë kom pas ndeshjet edhe tjera Kupë të Evropë, se këto, po nuk, ajo është e veçantë. Kjo është për ty interesant për publikun, edhe unë e mboj men, ndeshja me flamurtarin e Vlorës. Çka kujtoni për atij takimi? Po pikësfori, ju e dini që sistemet moniste dhe anej kënej pak ma
fleksibil ka unë Jugoslavis, mirë po me gjithate këto nuk nejnë mënyrën e vetë, anej mendoj që ardhja në kufi ne kemi shkuar për jorit, edhe betë ardhja në kufi pikspori autobusi i tyre më na me ndru autobusin në kufi, pastaj plot agent të dy ontë, duke marrë parasysh... Jo agent të futbollit, po jo, agent sekret të shtetit. Agent sekret të shtetit, domthonë edhe anë edhe këndej, duke marrë parasysh edhe raportet që kanë qenë të mbyllta me shtete, dhe mendoj që ajo diçka ka qenë pa imagjinueshme në atë mënyrë. Unë fati kom qenë edhe njëherë para asaj ndeshje në Shqipëri, me shpresat e Kosovës në 80-ën, kur kom marrë. Kështu që tash unë kisha edhe disa probleme, me qenë se ne kom një 20 familje kushëri në Qerrete, në Kavaje, kështu që edhe ne u lajmëruam dhe për mu pas asaj, vjen një moment shumë interesant në hotel tash, u vendosëm dhe shkoj aty para hotelit i kun 1000 vetë. Në Tiranë? Jo, në Vlorë. Në Vlorë. Edhe tash kisha problem, ata agent tash për i këtyne ishte Jugoslavit, që ishin me neve, ata të përcjellë të anë e këne edhe Faredin Jusufin ishte trener. A dëshiran me dollë më, se ta piskaqin, s'kan dojshin emrin tem, sa donë ta me dollë, ta më përshëndet, nëse është e mundun, po. Tha, e kje 15 minuta të mjaftueshëm, thash, pa problem. Edhe dalën me përshëndetna me gjithë, fillun ata me brahorit, edhe për thira ata gjendin. Tha, se le djallin rahat, tha, se unë e bëj skandal të. Faredini Atina. Agenti ishte Shqipërisë? Jo, Jugoslavisë. Okej. Edhe tha, a është ta ma mirë kjo mënyrë? Unë dole, u përshëndeta kejtë, autograme, dhe u ktheva, edhe atëherë mu kër u ktheva, unë, pe i thotë Atina, tha, është ma mirë, tha, qështu, tha, për ndryshë, edhe pe këti momenti, tha, ose le djallin rahat, tha, ose e bëj skandal. Po, Po, edhe ajo ishte për mu një farë, jo, edhe një farë letësimi, se atë në qysh, ti qysh sigur, po. Publiku shqiptar ju ka njoftë edhe në atë kohë. Po, krejt. A ju çuditi kjo fakti që broritën gjithë ata njerëz zemrën e juj, apo e keni pas prakisht parasysh se mund... E kemi pas, unë ne në atë kohë shkrujshëm me letra, sidomos babo jemi ndjerë me kushëri, edhe me fotografi edhe kështu që ata ishin, mu më kam prit edhe me lule, në stadion para fillimit të ndeshjes, kështu që nuk ata njefshin krejt, edhe futbolin e Jugosllavisë kam përcjell. Për më këty pak të politika në futbol, dhe përmendet që një shumicë shqiptare erdhi në klubin e Prishtinës për me udhëheq. A ka pas ndikime nga politika e atëhershme kush do të luaj, kush do të jetë në këtë ndeshje, a ka ndiku kështu? Ato nuk ka pas, ka pas mendime se cili mund me sugjerime ose diçka, po tash varet për i trenerit a e pranon apo nuk e pranon, po ne nuk e kemi hetuar në atë kohë që ka shtyrje të tilla dhe mendoj që ajo nuk praktikisht, ajo ekziston gjithë dyshimi, a i ka thonë dikush me shtia, më shtin e këto, më se shti këto, se në futbol, edhe për ato shohëm i futbolit, për shembull, ata çdo shikuesi ka drejt çdo javë me ndru mendimin. Kurse ne që jemi mrena, do të me pas një farë vije të konsistencës edhe të punës. Keni luajtur për Jugosllavinë në reprezentacionin? Për stacionin e Jugosllavisë si kom luajtur 12 ndeshje. 6 gola, do onë çdo dytën. A mbaj mend i pati dhënë 2 kundër Irlandës? Po, në Sarajevo. Sarajevo. Njënën për gjyqjes lirë? Jo, nuk e kom dhënë për gjyqjes lirë, po larg ka qenë, është e vërtet, po. Edhe mendoj që... Si keni qenë i trajtuar në reprezentacion? Gjë, është vështirë
se në atë kohë, domethënë edhe mediat, edhe këtë, ju e dini që ka qenë Jugoslavia, për shembull, disa media të fuqishme në Kroaci kanë normal për kroat. Këta në Serbi, Serbët. Na çka kena pas rilindjen. Domethënë nuk çfarë për krohe ke edhe po flas në këtë planin medial. Specializuar. Po, unë nuk muj me thonë që mirë, po sigurisht jam shumë i bindun, se tash ndoshta është edhe jo modeste, po jam i bindur shumë që kisha pas shumë deshe ma shumë, po të isha në ndonjë nacionaliteti tjetër, mirë, po megjithatë duke qenë shqiptari i parë dhe fatmirësisht i fundit, që ka luajtë për reprezentacion të Jugosllavisë, dhe jam munduar në mënyrën më të mirë me përfaqësu vendin tim. Ju a morët pjesë në kampionatin botëror 1990-s? Jo, po mua atëherë nuk më kanë ftu, se unë kom atëherë veç që isha në Turqi. Dezertuve? Jo, në Turqi isha. Në Turqi. Kështu që, po pavarësisht asaj, nuk kom pas shumë iluzione. Është folë shumë vogël për Juventusin edhe mundësinë për me shku në Juventus. Cila ka qenë e vërteta? Po në vitin 1987, unë jam zgjedhur lojtari më i mirë i Jugosllavisë. Okej, pej kapitenëve të ekipeve dhe zgjedh më i mirë. Po. Atë anketë me kapitenët dhe ka pas në patronatin e Novostit. Vesqeni Novostit. Ata e kanë pas drejtën me zgjedhë lojtarin e Jugosllavisë përmes votimit të kapitenëve të ligës po. Dhe të 87-ën Juventusi shpreh interesim me shku me njëherë. Tash, unë në atë kohë kisha 27 vjetë dhe me ligjin e ri të ish Jugosllavisë, është dashur që deri në dhjetor të 87-ës, në qoftë se kaloj 31 dhjetorin, atëherë reformohem, se është orë ligji mas 27 vjetë nuk i marrin në ushtri të Jugoslave. Edhe atëherë unë nuk i kisha të kryem shërbimin në ushtarak, kështu që në start nuk ka mund të, ata kanë qenë shumë të interesuar, edhe kom pas kontratën në tavolinë, dhe unë në vend që me qenë një Juventus, me 18 dhjetor gjindëm në kazermë në Novi Sad. Me të mara? Në fillim po... Ka qenë atë ku Juventus, ylli Juventusit? Po kanë qenë a i Zavaro... Bonjeku ka qenë ma herët? Bonjeku ma herët me Platinin ka qenë, kanë qenë, unë ata i moj mendë. Ka qenë paga mirë nëse kështë shku një Juventus? Po sigurisht ka qenë e mirë, po me gjithatë realiteti, unë gjithë i kam rezonuar dhe menduar realitetin e jo, sepse mu në start, ishte knasi që një klub si Juventus i interesohet për juve, po me gjithatë duke marrë parasysh ligjet e asoj kohë. A vlenin ligjet për gjithë lojtarët njëjtë? Për gjithë. Dhe me ka pas këtë padrejtësi? Ja. Nuk është, kjo ka qenë legislatura e Jugoslavisë, cilat i ka para po ato, dhe është mirë të përmendet rasti i parë kur është thy ajo, kur është hik, është Prosinecki kur ka shku në Real Madrid. Sigurisht që edhe Real Madrid si një klub i fuqishëm. Edhe Prosinecki ka shku vonë, diku natën nitën, në shta? Po kur ka shku, dhe njëherë në fillim s'ka pas asaj drejt me lu, po ata me gjithate kanë kërku, edhe për mes instancave tjera është thyja i barierë, kështu që... E përmandet që njëherë jeni zgjedhur edhe lojtari më i mirë në Jugoslavi. Për i kësaj distancë, kush mendoni që ka qenë lojtari më i mirë i gjitha kohën në Jugoslavi? Qyre tash për shembull në Jugoslavi, ki tip të lojtarëve të klubit mirë, po me marë ma kompleti, sigurisht që ka qenë një kohë ma vjetër është Gjajici. Pastaj, një periudhë tjetër është Safet Sushiqi, që ka qenë një virtuoz. Tash në kohën ma trejës nuk ka shumë dhe mund mirë. Po dhe Savicevici është i padiskutueshëm në rangun e këtyre, dhe mendoj që... A rruni kontakte ju me këtyre lojtarëve, për këtyre hyjve të asaj kohë të Jugosllavisë? Po, sigurisht që për shembull morëm tash, edhe pse ata janë matri, se unë atë ndeshjen
që Beroti e përmendi më herët, me Irlandën, ai më ka zavendësu Musa Veçeviqi një 7 minuta 8 pa u kry, a 10 pa u kry ndeshja. E tash edhe në sot e mojmë, sepse edhe jem kolega e shkretari i Federatës Malazeze. Kryesisht vazhdojnë tjenë për federat. Edhe Shukeri është njëri i cili na ka ndihmu shumë këto rastet e... Pra ty të kanë ndihmu këto kontakte si federat? Pa tjetër. Mirë po ne edhe ne tash po them, nështë nuk është e tepërt që edhe Shqipëria i ka ndihmu atina pikësparis tash është antar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s. Shukeri, po edhe me insistimin tim dhe presidenti Duka edhe në letër të mbështetjes që i ka thonë që edhe Kosova ka intervenu tek ne dhe kështu që sepse mendoj që edhe për rajonin, jo vetëm për neve, për Kroacinë, po është edhe për rajonin mirë që ai gjendet antar i Komitetit Ekzekutiv. Para si me mrite zhvillimet në Maltë, disa pyetje i kemi për planin botnor, për cilën e ke jeni të futbollit në nivel global. Unë jam fan si Barcelonës, sepse mendoj që ajo nuk është më futboll, po është art. Dhe mund kur të luajë Barcelona, këtu Beroti se ka asnjë dyshim po. Asnjë këtu. Po ta nënshkruaj se thënë fjalë, që të thosh po. Jo, po them tash lojtë e Barcelonës të joshin. Edhe joshin edhe shikuesin si në televizion, si me konë loj, sepse mendoj që ka arritur perfekcionist. Edhe kush është lojtari më i mirë në botë, s'po ju pyesim se ndohet që po masi jam këtu nuk don me don të Messi, masi Barcelona. Gjithsesi, as këtu s'ka kompetitë. Ai është një fenomen që nuk e dia do të mund të lind edhe pse po dalin futbollist gjithsesi mirë, po duke shikuar ato me të vërtetë është kënaqësi. Po, ofron spektakël. Kalojmë në Maltë, çfarë ndodhi? Kur u kthyt prej Maltës? Mromi na kthy. Çfarë konferencë ka qenë atje? Çfarë takimi? Atje ka qenë tip quhet një seminar s'mund të quhet, po takim pune. Domthon ku folet për strategjinë e futbollit evropian. 3 ditë kemi qenë bashku me sekretarin gjeneral Errol Saliun dhe me 54 federata tjera të UEFA-s, pa drejt të propozimit apo të miratimit, mirë po si vëzhgues në cilësinë e vëzhguesit, në bashku me gjitha federatat, kemi pas tretman sigur se me qenë i pranuar në... I vëzova sot, madje edhe disa ndryshimet në anca të vogla, po propozojshin për offside-in, ishte Asprilja kë referi italian. Po, ato janë komisione profesionale, cilat nuk kanë ndolë ende, nuk kanë orë Po, ishin përgatitje si për disa detaje. Po, sigurisht që duhet ndryshojmë, tash ato janë komisione profesioniste për çështje të caktuara, që diskutojnë dhe dalin pastaj me propozime. Dhe këtu ishte pikërisht mendimi për një ligë tjetër të Champions League, Europa League, ato nuk preken, ose janë shumë edhe fitim prus, edhe shikueshmëri dhe organizim edhe krejt, edhe gjenerojnë mjete. E tash mendohet që disa ekipesh, kjo është mund të jetë përparësi për disa shtetet vogla ose klubet vogla, në të cilin mendoj që jemi edhe ne. Tash ata po këto janë vetëm mendime dhe momentalisht. Tash, për shembull, një ekip e jona, pavarësisht Prishtina ose Trepça ose dikush, ose Feronik, Lëvështria, çapo dijon, edhe tash bjen në xhiron e parë, para kvalifikimeve, edhe tash ata janë mendimit, domthon këto janë vetëm propozime mendime një herë, që kur të bjen ajo pejatjet, me fillu prapë që të ligën e tretë, domthon që mund të formohet, po, se Europa Liga, edhe aty që të zgjat s'ka lidhje, i mëson ma vënd si këtu. Ko me të radhë ty mi mësu. Se edhe në rafsh ma politikë se kini hinë profesional shumë. Jo, ku po klasë... Kynalet të Champions League, a që aty në? Edhe ajo është një farë politike se këta do mongë që eliminuën në gjiron e parë, ata mundën të inkuadrohen këtu, edhe përmes kësoj, prapë me mu kualifiku në Europa League, do mongë këtu janë do mendime. Disa halka. Po, që
janë duke u shqyrtuar. Te UEFA, çështjen e antarësimit, a mundesh me na shpjegu pak ku jemi ne me çfarë janë gjasat, kur pritet? Gjasat janë reale, na e kemi të harmonizuar agjendën tonë, edhe vetë prezenca jonë në këtë ta kemi jep sinjale të qarta që Kosova shumë shpejt do të pranohet. Tash unë kur them shumë shpejt, gjithsesi. Unë kur them shumë shpejt them sepse tash ajo lëndë aplikimi jonë është në duart e zyrtarëve të UEFA-s, është vlerësuar si një dosje që është komplete dhe ajo do të dërguhet në kongresin. Edhe për atë nuk po mujmë me folë me data. Se kongresi kemi disa probleme cilat kanë lindur me shpalljen e kongresit të FIFA-s për president. Pas dorëheqjes së Bllaterit. Tash, problemi është që Platini, kryetari i UEFA-s aktual, është kandidat serioz për me marrë postin e presidentit FIFA-s. Dhe tash, kongresi i FIFA-s është caktuar me 26 shkurt. Tash UEFA, me qenë se janë gjithë aty, mendon me bëni kongres të vetin me 25. Mirë po ai do të jetë kongres i jashtëzakonshëm. Tash, a do të futet Kosova në atë kongres, nuk jem të sigurt, ende nuk jem definum, edhe tash tjetri kongres duhet marrë me njëherë para fillimit të kampionatit evropian, ashtu para qershorit, ose në fillim të qershorit. Këtu janë dy datat e mundshme, ku Kosova mund të bëhet antore e UEFA-s. E diskutuam pak më herët para emisionit, nëse bëhet antore e UEFA-s, na mujna mi rri kualifikimet për kampionat botëror. Ne të gjitha premtimet i kemë të është nga zyrtarët e FIFA, sepse antarësimi jonë në FIFA sot varet vetëm prej UEFA-s dhe pranimit tonë zyrtar në UEFA. Dhe neve edhe në takimin që kemi pas para një muaj dite, na është thonë prapë, sepse këto UEFA ka kërkuar nga FIFA që mos t'i humbum në kvalifikimet për kampionatin botëror 2018. Dhe ata nuk shohin asnjë pengesë ligjore, kjo është mas me rëndësi, që ne të inkuadrohemi në dy grupe që janë nga 5. Po, bashkë kisha dashur mi përmend emrat e grupeve se i diskutuam më herët. Pra nëse Kosova e kap fazën e grupeve, atëherë janë dy mundësi. T'jemi në grup me Belgjikën, Bosnën, Greqinë, Estoninë dhe Çiprën. Kjo është grupi i parë, grupi njëri pi grupeve. Dhe grupi I është Kroacia, Islanda, Ukraina, Turqia, Finlanda. Pra, na bim në njënin për këtyre dy grupeve. Normalisht, nëse pra, unë e kisha posë që është me rëndësi me lujtë në pikspari. Domthonë kisha posë që këtë tjetër, ku nuk ka Turqia, jo me Turqinë, me Kroacinë. Belgjika, Bosna, Greqia, Estonia, Çipro, se këto janë tri ekipe që megjithatë mendoj që këto tri tjera që i përmeni janë mund të jemi në rang, edhe më varet prej futbollistëve që do të jenë të përmbledhur në listën e përzgjedhësit. Vetëm edhe një çështje, kjo do të thotë që Liga e Kosovës, vendi i parë dhe i dytë, ka mundësi që në shtator, në tetor, me nxonë edhe garat për Europa League. Po. Që nuk kam dyshim. Ne edhe kemi qenë edhe në takim, edhe me komisorin e Ligave Europiane, ai cili e bën edhe kalendarin, është Giorgio Marchetti. Dhe kemi pasur edhe me 8 takime, dhe edhe ai nuk sheh asnjë problem që ekipet tona që përfundojnë vendin e parë dhe që të fitojnë Digital Kupën e Kosovës, mund të inkuadrohen, nuk ka ndonjë problem, prapë edhe kjo është me rëndësi, nuk ka ndonjë problem ligjor apo që ne të inkuadrohemi me njëherë. Dhe klubet ne ju kemi thënë që nëse pranohen mars, ose në shkurt, që është reale, ose optimale është në fund të muajit, ose fillim qershorit, prapë klubet kanë mundësi që të organizohen, sepse për ne është me rëndësi që këto probleme ligjore nuk ekzistojnë, dhe është vullneti i zyrtarëve të UEFA-s
që ne të inkuadrohemi sa më shpejt. Më falni djem se jam pak ma i dhonën mas pyetje me Më këtë. informuar po ndoshta. A ka fillu Serbia me pranu realitetin e ri në bisedat private, po ne a din ata që pothuajse ju kena dalë për i dore? Serbia e din definitivisht, po unë gjithmonë i kom cek berat që duke morë parasysh duke njohur mirë situatën atje, Serbia vetëm kur të Federata e Futbollit Kosovës pranohet në UEFA dhe FIFA e din që për Kosovës ka kur gjë. Kjo është gushta fundit në arkivël. po absolut. Që ja Edhe dhanë unë po Serbisë. them, Po. është në raport me Serbinë, është më mirë që Federata e Futbollit Kosovës me kon se në Kombet Bashkuara. Po. Të them me plot duke marrë parasysh se unë Mentalitetin e serbëve. mentalitetin e tyre atje. Unë veç s'po më jas me imagjinu ende deri të pranohu. Aha. Edhe ju sheni që edhe pse këto deklarata që po thotë janë të shkuar në drejtim që opinionin në Serbi më pregadit se të ata edhe këtë takimin e dieshëm në edhim që Komiteti Ekzekutiv nuk mund të pranoj, ose mund të pranoj në mënyrë provizore. Por unë po ju them, ata dje e parasjesin në media serbe si fitues që ne arretëm edhe njëherë të Kosovën të ndalojmë, edhe ashtu janë në shprej. Në media ndërkombëtare dhe Guardiani dhe gjitha patën shkrime që Kosova është një hap ofër. Po tash unë po të flas ata që shefan në Serbi, edhe mediat serbe, tash edhe në fund e lonë një ndërmjetërvesh dhe aty thot deri kur do të mund t'i ndalim. S'me hek obligimin prej vete, edhe thot nuk e di, edhe gjatë e ndalëm, tha këtë herë, edhe për nguëm. Nëse ndodhë që, besoj që ka më ndodhë që me marrë këtë lajmë mirë që mu pranun me këto mekanizma. Cila o strategjia jonë, do më thonë, cilat kanë me qenë veprimet e para mas ti vendimi, miftu lojtarët që luajnë në përkombëtare tjera, ose më janë nisë prej lojtarëve tonë që luajnë në kombëtare të Shqipënisë, qysh mendoni me mi bo veprimet e para në këtë drejtim? Veprimet e para i ka pikspori për zgjesi. Ai vendos. Jo, ai vendos, po ai ne si Komitet Ekzekutiv, po si Federatë e Futbollit të Kosovë, kërkojmë nga ai që t'i merr lojtarë më të mirë dhe që ai konsideron. Tash mund të kemi disa probleme me lojtarët tonë që luajnë në Zvicër, në Suedi, Shqipëni, një pjesë Finland, po mirë po është në rëndësi që ata vendosin vetë, sepse na mund t'i throsëm 100 herë, që osaj nuk do me lu, nuk vjen. Kështu që është... Që aty jeni paka shumë, jeni në kontakt? Jo, jemi në kontakte pa tjetër, mirë po prapë, po them, ajo është dëshirë dhe drejt vendim ekskluziv i tyre. Kështu që na jo dini, na si Federatë Futbollit Kosovës, kemi thonë, gjithmonë kemi sugjeruar lojtarëve tonë që të luajnë për Shqipërinë, derisa të pranohet Kosova. Po, në raport me Kosovën në Shqipërinë? Po, jo, tash se cili i këshyrë, unë po them, tash vetëm tash më ra me po, dhe më 54 antarë të UEFA-s dhe na jem 2. Duke marrë përfshirë edhe pjesën e rajonit të Jugoslavisë, jemi 7-8 dhe bëhemi faktor në UEFA. Dhe mendoj që ajo është për të gjithë është mirë. Pasuri. Shkurt, paras keni pyetje rreth kësaj. Po më intereson çysh do të kalohet kjo problemi te UEFA kur dihet se është klauzolla e famshme që Kosova ai që aplikon duhet jetë antar i OKB-s. A do të pranojmë me ndonjë modalitet apo si do të Nëse është sekret, na shpjegon pak, po më strategjinë s'ki nevojë me shpalos krejt. Dëgjom, tash në politikë kanë gjetë mekanizma ndryshme, është ajo fusnota e famshme që aplikohet, si do të jetë këtu? Na momentalisht fusnot kemi vetëm kur të luajmë ndeshje miqësore, sepse është vendim ende në fuqi i FIFA-s. Mirë po sa i përket kësaj, është e vërtetë që ne problemet kryesore ligjore kemi pas me UEFA-n, sepse shkruan taksativisht do të më qenë antar i Kombeve Bashkuara. Tash, ne kemi do informata, Komiteti Ekzekutiv është marrë në Maltë, këto 3 ditë e fundit, dhe sigurisht që do të gjinet
një modalitet, unë i kam disa informata, mirë po ende desa të bëhen zyrtare, do shta nuk kisha desht me i publiku, mirë po sigurisht që do ekziston vullneti i krerëve pej Michel Platinit, kryetarit të UEFA-s, i cili na ka përshëndetë edhe në fjallën përmbyllse në Maltë, me mirëseardhje në anjen tonë të UEFA dhe është ka thonë publikisht që Kosova është antar i jashtëm i joni, shumë shpejt do të bëhet pjesë e jona, dhe kur një president i një organizatës që është UEFA, ku janë gjitha federata duke përfshi dhe Serbinë aty. Folet shumë se Platini është indikum prej federatës. Ja, na dëgjoj, unë kom pas edhe ndonjëherë edhe probleme këtu, duke mbrojtur ato personalisht, se unë e luftojmë dhe jam duke luftuar me vite që Kosova të pranohet sa ma shpejt. Mirë, po duhet shikuar realitetin që ose ati shku në statut, që duhet me qenë kombet bashkume, qysh. Ai sunë hasta Po sunë pa jo se po ja, dëgjojmë tash me këshir realisht tash se ne kemi edhe një dobësi që mendojmë që këtë bota do të mos jetë rreth neve. Tash ai këshir edhe interesa të tjera ka aty. Për shembull, këtë Jugoslavia. Po jo këtë Jugoslavia ka votu. Këtë shtetet e dala nga Bashkimi Sovjetik kanë votu. Çka i Kosovës? Do të më këshir realitetin, tani edhe na mësuajt se bëhet, po nuk bëhet se po shkruan statuti. Për posë Serbisë që në ka qitë probleme, a ka dhe në i kombëtare tjetër, në i vend tjetër që mundet me na qitë problem në këtë rrugë? Po ndëgjëm tash kjo si politikë, morë parasysh, Spanja i ka interesat e veta, problemet e veta me Kataloninë. Qipro i ka po ashtu, dhe mund që to janë, po në qofë se edhe vjen deri me votim për 2/3, në 2/3 dhe mund neve në vëjnë 36 shtete, a 37 na kam pranu për i tyne, kështu që edhe Gibraltari voton për neve është 38, kështu që morë në atë drejtim, mirë po ne do të punojmë në atë drejtim deri të mbajtja e kuvendit të arshëm, apo do të jetë shkurt, apo në maj ose në fillim qershorit, është me rëndësi që aty të jemi... Në Zvicër mujna me marë lojtar kogja shumë, a do të ta keni Zvicërën për krase? Shumë pyetje mirë, sepse unë mund t'ju them që kam pas edhe bisedime dhe tash në Maltë në takimin e fundit, dhe ata janë shumë skeptik dhe unë kam edhe frikë. Mirë po sigurisht që do të bashkëpunojmë edhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe edhe me Ministrin e Sportit që të i kalojmë këtu, sepse mu më ka thonë vetë unë do të kërkoj, me pranimin e Kosovës do të kërkoj një interpretim të FIFA-s për lojtarët që luajnë, që janë me prejore të Kosovës, dhe sepse ne kemi investuar, unë i thash, ata kanë vetëm ndoshta në një obligim moral, mirë po Kosovës ka ekzistuar për po. Dhe tash ajo është diskriminuese nëse pengon dikon me luajë për 7 vjet. A ka përveç këtyne lojtarët me emrat mëdhej që i kemi aktualisht padosh me specifikua, besoni që do të vi dikush do të luajë për Kosovën? Unë është do të spekulojsha me emra, mirë po sigurisht që do të vjen. Do të vjen dikush prej, po. Unë po marrë gëzime me full edhe me emra. Për shembull, të këtyne tonëve po, për shembull, Shaqiri, Gjaka, këtyne, a jenë të mundshme Januzaj, që me ardhë me lujtë për kombëtarën e Kosovës? Po ndëgjoj tash, unë kem bisedime, kontakte mirë, po prapë po them, dikush vjen. Ata janë, do më prapë po e potencoj që ata ka vendosin për këtë punë. A kena përparësi në krahasim me Shqipërinë të talentat kosovarë? Po, në krahasim me Shqipërinë. Mes ofertës tonë dhe ofertës Shqipërisë, nëse janë shqiptarët Kosovës, a beson që do të zgjedhin përpara të na marrë me lujtë? Po tash më varet edhe momentit caktuar me ku gjinet njëna, ku gjinet tjetra. Mirë po mendoj që me Shqipërinë nuk kemi ndonjë problem të tillë. Nervoz janë pak. Po, dëgjoj tash, duke marrë parasysh në qoftë se bëjmë një analizë
Mos përna del probleme dhe Shqipnia, në interesim. Jo, nuk s'ma merr mendja se domthon unë po këtë pyetjen që vjen Berati duke marrë parasysh domthon të kaluamën tonë të Kosovës në ligat e Jugosllavisë, domthon liga e Jugosllavisë ka qenë ndër ligat më atraktive në Evropë. Absolutisht. Dhe është një kulturë edhe shikoshmërisë edhe këtu tash tifozllëkut e krejt. Tash është e vërtetë që ata kanë një drojë. Mirë, po unë prapë po thomë, nuk kemi ndonjë problem dhe sigurisht që do t'i zgjedhën ndoshta edhe me takime të shumta, sepse ne edhe sot e bisedojmë shpesh me presidentin Duka këtë çështje dhe këtë moment të ri. Dhe sigurisht që nuk kemi ndonjë problem. Kena me pas ambicie me marrë edhe në kombëtarët e Shqipërisë, ata që luajnë aktualisht? Sa janë 10, a? Unë prap po them, ajo është e drejtë e tyre, sepse Mirë po, letër garantuese ti nuk i jep Shqipërisë se s'kena më ju marrë kurrë gjë. jo, unë asnjë federate nuk i jep letër garantuese, se unë sot e di që po t'i shkruaj një letër me federatën zvicrane, ata do t'jenë për krahasit tonë më të mëdhej. Mirë po nuk është e drejtë as e imja të bëjat, dhe edhe nuk i kam autorizimet të bëjat, sepse unë nuk mund të nërshkruj diçka për shembull kundër dëshirës një shaqirit ose një gjokës, ajo është e drejtë ekskluzive e tyre, kështu që Fadil 2-3 pyetjet e fundit se jena këtë në fund. A besoni që ka mu kualifiku Shqipnia a do ta mund Serbinë edhe Armeninë? unë jam shumë optimist, sepse për mu prognostikat janë të tilla, duke marrë parasysh ndeshjen Portugalia-Danimarka dhe ndeshjet e Shqipërisë që ka me Serbinë, një Serbi e cila është demoralizuar, demobilizuar, mirë po, kur do është mbytje me neve, prapë se prapë duhet presën provokime, një motivim ekstra diçka, domthonë që i kalon suozat sportive. Mendoj që Shqipëria i ka gjasat reale me një fitore. Po, edhe një barazim. Me një fitore, Po. ti po fol matematikë, është okej. Mirë po mendoj që duke marrë parasysh, se Portugali nuk guxon me hinë në kalkulime. Në kalkulime me hup edhe në Serbi, për shembull, e mund Danimarka edhe jetë. Ose teknikisht Shqipënia mund del vend parë me 2 fitore. Po, absolutisht. Kështu që unë mendoj që shancat kur më të mira nuk kanë qenë. Mirë, po unë edhe një sugjerim, ne kemi biseduar edhe me presidentin Duka gjatë tyre ditëve. Nuk duhet të merret kjo lojë Për jetë vdekje. Po, do të metrizohet mirë, të mos të emocionet, mos të kalojnë suozat Ose s'po him luftë. e lojë sportive, dhe mendoj që aty jem sigurisht në drejtim mund të kvalifikohem dhe unë shpresoj dhe besoj fuqishëm që Shqipëria do të kvalifikohet më në fund për një kampionat të madh siç është ky evropian. Fadil, faleminderit shumë që ishe mysafir. Faleminderit për ftesën. Të dëshirojmë sukses. Po mendoj kjo është një nga temave më sensitive në Kosovë, marr parasysh edhe numrin talentave të futbollit. Edhe unë ju falenderoj dhe dëshiroj sukses punën Shikues e të ju. nderuar, kaq kishim për sonte. I ftuar ishte Fadil Vokri, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës. Diskutuam për karrierën e tij si futbollist, mirë po edhe për perspektiven e Federatës së Kosovës për të bërë anëtare FIFA dhe UEFA. Faleminderit shumë, natën e mirë.